Pas rikthimit të Eglit Akos në shtëpinë e Big Brother VIP, një nga pyetjet kryesore ishte si do të zhvillohej dinamika mes saj dhe Gjesti. Nelin, Egli e ka bërë të qartë qëllimin e saj, të qëndrojë larg tij dhe të fokusohet tek vetja dhe familja. Nelin, megjithatë, Gjesti nuk ka mbetur pa reaguar ndaj kësaj distance të krijuar. Teksa bisedonte me disa nga banorët në obor, ai e thëmbon Eglin me një deklaratë të fortë. Nelin, një femër mua, kur unë vetë femrën e kam mësuar si të luaj, nuk mundet ajo të më mësoj mua. Natën e mirë, Nelin, ky koment u pasi një provokim i drejt për drejt për Eglin, duke sugjeruar se ai e sheh veten si dominues në marrëdhënien e tyre brenda